Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I merë burrin shoqeve, Gjesti godet Rozana Radin. Gjesti dhe Rozana Radi kanë debatuar ashpër edhe ditën e sotme. Ata tashmë janë kthyer në rival të njëri tjetrit dhe nuk po kursehen as pak në fjalor. Ka qenë Gjesti i cili është drejtuar Rozanës duke i thënë se tani do të nxjerrë informacione nga jashtë. Ai ja bën me dije se në një format tjetër është kapur prej flokësh me femra për çështje burrash. A do informacion nga jashtë? Ti e kapur flokësh me femra, jeni kapur për të dashur, çka keni pasur aty? Edhe kaq, natën e mirë, ju drejtua ai. Rozana ja ktheu duke përsëritur. Cili format? E kam parë të gjithë, një nga një. Çka ke bërë e di gjithë bota dhe ti vjen dhe na bën moral këtu. Vjen ju jep shembull femrave këtu. Edhe flet ti për Eglin, gjykon ti Eglin. Ti e kapur me femër për të dashur, ti vjen flet për femra këtu. Nuk ke të drejtë të flasësh. I shpreh Gjesti.